Pacientët që po afrohen drejt nesh janë të smur mendor, të cilët kanë kryer krime të ndryshme në të kaluarën. Gjestet e tyre janë të pakontrollueshme, ndërsa shihet qartë gjendja e rënduar psikike. Ata duhet të rehabilitoheshin në një spital normal psikiatrik, por në fakt po mbahen të burgosur. Një shkelje e rëndë kjo e të drejtave të njeriut. Të gjithë këta të smur mendor jetojnë në kushte shnjërëzore dhe degraduese. Ata duhet të rehabilitoheshin në një spital normal psikiatrik, por në fakt po mbahen të burgosur. Një shkelje e rëndë kjo e të drejtave të njeriut. Të gjithë këta të smur mendor jetojnë në kushte shnjërëzore dhe degraduese. E sigur të mos mjaftonin kaq, ky spital, që më shumë ka të çmendur se sa të burgosur, ka vetëm një mjek, psikiatër. Jam salibërishëm, o budalej,